40 është mosha më delikate. Ti ke shku 40 vjeç, je martu ke fëmijë, ke amanet fëmijët, nusen mbi të gjitha prindrit. Imagjino sa i formum do të jesh, se nëse ti rrëzohesh, rrëzohet gjithë kjo kështjellë që është ndërtu nga ta fëmijët e tuaj. 40 vjeç mendjen më shumë se 20 vjeç i ke femër. 40 vjeç më shumë mendjen ke leku se sa 20 vjeç. 40 vjeç Bobi Sesi me qenë 15 vjeç asnjë lloj pjekurie. 40 e mbrapa fillojnë dalin thinjat asnjë lloj përvoje. Nuk po flas për 40 vjeç vetëm për musliman, po flas për shoqërinë. Po çfarë ndodh me 40 vjeç që se ka besimin si duhet, ose në të njëjtën kohë një 40 vjeç që s'beson. Thot jam 40, ja deri nga mosha 55 vjeç mund të jem që mund të jem pak në modë, mund të jem pak në trend. Edhe aty bëhet 10 fish adoleshencë, thot s'kam dhe shumë kohë, ta shijoj edhe pak jetën dhe pashat madhin zot kalon nga qesharak më qesharak. Nga i çuditshëm më i çuditshëm se çdo. Prandaj çohu dhe qorto, çohu dhe këshillo, formohu vetë dhe formohu dhe tjerët sepse s'ka kohë më. Një herë është jeta. 40 vjeç o merr sifatet dhe rrugën e pejgamberëve ose 40 vjeç e mbrapa bëhesh qesharak. Dhe në kohën që ti 40 vjeç jepesh më shumë mas femrave, 40 vjeç hutohesh mas lekut, 40 vjeç bëhesh prap adoleshent, m'fal, fëmijët ku i le? Nënë e babë që kanë shku në moshë thellë ku i le? Ti si e për vete, pa të kush do t'i mbaj. Po si të bashkërte si janë këty. E fillon çoroditë, familja, shoqëria, jeta, zbohet asgjë siç i ka hije.